Ndalemi më njerë tek një lajm i fundit, ka të tjera detaj sa i përket hetimit ndaj sulmit me armë drejt godinës së CFO Farmës. Do të jemi me Ervin Lekën në këtë moment. Ervin. Ervin, të përshëndes, atëherë çfarë ka mundur zbuloj grupi hetimor sa i përket autorëve të këtij sulmit, por pse jo edhe motivit? Fabiola, të përshëndes në fakt për sa i përket ngjarjes së ndodhur ditën e dieshme në autostradën Tiranë-Durrës, ku sulmua me së paku 30 plumba biznesi CFO Farma në pronësi të Nadir Çaushollit. Të paktën këta autor të dyshuar, që kanë qenë dy persona, një në rolin e shoferit dhe një pasagjer, ende nuk është bërë i mundur identifikimi për shkak se edhe pamjet filmike, për shkak të një rreshje të lehtë shiu kanë qenë të papastruar dhe si duket nuk kanë filmuar aq mirë edhe automjetin e tyre, që dyshohet se ka ikur në drejtim të Durrësit, ku po kryhen edhe hetime, sigurisht me autoritetet e Durrësit dhe policinë atje për kapjen e tyre. Ndërkohë, për sa i përket hetimeve që janë shtrirë për këtë ngjarje, në fakt për dëshmin që ka dhënë edhe vetë pronari CFO Farmës Nadir Çausholli, ai nuk ka dhënë detajet që mund të çojnë në zbardhjen e kësaj ngjarje, por ka thënë që dyshimi kryesor të paktën prej tij është se mund të jetë bërë një sulm për shkaqe të konkurrencës. Ndërkohë, policia si një pistë tjetër përveç kësaj pra që ka shtruar edhe vetë pronari CFO Farma, ka edhe pistën e marrjes së parave me kamat vonesë, apo siç njihet ndryshe të dhënjes apo marrjes së parave me fajde, siç njihet ndryshe pra edhe në terma popullore, mund të themi. Ka dyshime pra që është i përfshirë si në marrjen e parave me fajde, por edhe në dhënien. Bëhet fjalë për periudha të disa viteve më parë, në vitin 2019-2020, paktën këtu janë shtrirë edhe hetimet e policisë, ku të përfshihen edhe personazhet, paktën sipas informacioneve të botës së krimit, që janë të përfshirë edhe në këtë aktivitet së bashku me pronarin, por deri më tani pra janë dyshime për shkak se po hetohet ende dhe po vërtetohet nëse janë apo jo këto shkaqet, pra që mund të kenë sjell edhe sulmin ndaj CFO Farma, ku fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. E kuptoj. Mirë, faleminderit Ervin.